zoti që ndali tha të sirën. Nxehtësia ishte bërë e padurueshme. Qielli ishte shndërruar në një rast të nxehtë hekuri që nuk pikon asnjë pikë uji, ndërsa toka poshtë këmbëve të tyre ishte qarë nga etja, duke u kthyer në një varrezë të gjallë për bimët dhe kafshët. Populli i Izraelit po përballej me një nga sprovat më të rënda, tharjen e çdo burimi të jetës. Në këtë gjendje të dëshpëruar, sytë e të gjithëve u kthyen nga njeriu që kliste me Zotin, nga profeti Musa, Kalimullah, me mira burra, gra, pleqe fëmijë, dolën në shkretë të tirë. U mblodhën në një fushë të hapur, me duart e ngritura nga qielli, duke kërkuar vetëm një gjë: shi, ujë për të shpëtuar nga vdekja. Musa a.s. u priu në lutje. Ai ngriti duart e tij të pastra drejt qiejve dhe u lut me zërin e tij profetik, duke kërkuar mëshirën e atij që ka në dorë çdo pikë uji në univers. Megjithatë, qielli mbeti i mbyllur. Dielli vazhdonte të diqte pa mëshirë, asnjë re në horizont. Musa a.s. u habit. Si është e mundur që lutja e një profetit Allahut, e shoqëruar nga mira njerëz të pafajshëm, të mos pranohej? Ai u drejtua krijuesit të tij në bisedë dhe tha: O Zoti im, ne po vdesim nga etja, robrit e tu po vuajnë, pse nuk na zbret shi? Atëherë Allahu i madhëruar i foli Musait, por përgjigja nuk ishte ajo që pritej. Allahu i zbuloi një sekret që fshihej mes asaj turme të madhe njerëzish. Zoti i gjithësisë tha: O Musa, mes jush ndodhet një robi imi, i cili më ka bërë mëkate dhe më ka kundërshtuar haptazi për 40 vite me radhë. Për shkak të gjunaheve të tij, unë u kam ndaluar shiun të gjithëve. Thuaj njerëzve që ai person të dalë nga turma, sepse pa dalë ai, unë nuk do të zbres shi. Musa a.s. u rëndua në shpirt. Një njeri vetëm po mbante peng jetën e mirë të tjerëve. Ai thiri me zë të lartë para të gjithë popullit: O ti rob që ke mëkatuar ndaj Zotit tënd për 40 vite, dil nga mesi ynë, për shkakun tënd na është ndaluar shiu, dhe vetëm nëse ti largohesh, ne do të shpëtojmë. Në atë moment koha sikur ndaloi. Eshtja pushtoi shkretë të tirën. Çdo njeri filloi të shikonte tjetrin duke pyetur veten: kush është ky njeri? Në mes të asaj turme qëndronte ai, mëkatari. Ai e dëgjoi thirrjen e Musait dhe e kuptoi menjëherë se bëhej fjalë për të. Në atë sekond, mbi supet e tij rëndoi një peshë që as malet nuk do të mund ta mbanin. Një luftë e tmerrshme nisi brenda shpirtit të tij. Ai mendoi me vete: nëse dal përpara të gjithëve, do të turprohem përgjithmonë para popullit tim. Të gjithë do të më tregojnë me gisht si shkaktarin e fatkeqësisë së tyre. Por nëse qëndroj këtu dhe nuk dal, të gjithë këta njerëz dhe fëmijë do të vdesin nga etja për shkakun tim. Ai nuk ishte ku të fshihej. Sytë e njerëzve po kërkonin. Atëherë ky njeri mori vendimin më të madh të jetës së tij. Ai uli kokën, mbuloi fytyrën me rrobën e tij që askush mos ia shihte lotët, dhe për herë të parë pas 40 viteve, hapi zemrën e tij të thyer drejt Allahut. Nga thellësia e një zemre të dërmuar, ai përshpëriti një lutje që shkroi historinë e mëshirës hynore. Ai tha: O Zoti im, o mëshirues i madh, unë të kam kundërshtuar për 40 vite dhe ti më ke dhënë afat, më ke mbuluar dhe nuk më ke turpëruar. Sot, unë vi tek ti si një tregtar i falimentuar. Unë po kthehem tek ti me pendim. O Zot, mos më turpro sot para popullit tim. Më prano pendimin dhe fshi gjunahet e mia. Lotët e tij të nxehtë rrodhen mbi rërën e shkretë të tirës. Ishte një pendim i pastër, i sinqert, pa dëshmitar, pa sy njerëzish, vetëm robi dhe krijuesi i tij. Dhe ende pa mbaruar mirë lutjen e tij, ndodhi mrekullia. Nga hiçi, qiej të nxin, erërat freskëta filluan të frynin dhe re të dendura mbuluan diellin përcëllues. Pa kaluar asnjë minutë, pikat e para të shiut filluan të binin mbi tokë. Shiu filloi të binte me furi, duke sjellë jetë aty ku mbretëronte vdekja. Populli filloi të bërtiste nga gëzimi duke u larë në ujin e bekuar. Musa a.s. mbeti habitur. Ai shikoi turmën, askush nuk ishte dalë, askush nuk ishte lëvizur nga vendi, e megjithatë, shiu po binte. Musa ju drejtua Allahut: O Zoti im, ti na dhe shiun, por askush nuk doli nga turma. Kush ishte ai që u largua?
Allahu i madhëruar me mëshirën e tij që te kalon çdo imagjinat njerëzore ju përgjigj. O Musa, unë ju dha shi pikërisht për shkak të atij personi, për shkak të të cilit ua kisha ndaluar, ai u kthye tek unë dhe u pendua. Musai, me dëshirën për të njohur një njeri që bëri një kthes kaq të madhe, tha: O Zoti im, më trego kush është ai që ta gëzoj dhe ta përqafoj për këtë pendim të bukur. Dhe këtu vjen përgjigje që duhet mbetet tek vendur në zemrën e çdo mëkatari deri në ditën e gjykimit. Allahu i tha: O Musa, unë nuk e turprova atë kur ai më kundërshtonte mua për 40 vite me radhë. Si mendon ti, a do ta turproj unë atë sot kur ai është kthyer tek unë si një i penduar? Kjo histori nuk është thjesht një ngjarje nga e kaluara. Kjo histori është një mesazh i drejt për drejt për mua dhe për ty. Ndoshta ti ke 5, 10 apo 20 vite që jeton në mëkate. Ndoshta mendon se ke shkuar shumë larg dhe se gjunahet e tua po bëhen pengesë për mëshirën në jetën tënde apo të familjes tënde. Ndoshta të vjen turp nga njerëzit, ose ke frikë se je i humbur. Por dëgjoje këtë histori mirë. Dyert e Allahut nuk mbyllen kurrë. Ai që fshet metat tona kur ne gabojmë, është ai që gëzohet më së shumti kur ne kthehemi. Nuk ka rëndësi sa kohë ke kaluar në errësirë. Mjafton një sekond, një lotje sinqert, një ulje koke në sejdë për të ndryshuar çdo gjë. Mos e prit tharjen e plot të shpirtit tënd. Pendohu sot, sepse Zoti yt është po ai Zot që ndali thatësirën e shkretëtirës për shkak të një loti të vetëm.